Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në kanalin tonë. Unë jam Eleni edhe motra ime është Stacy, edhe bashkë kemi Stacy dhe Zulfo, edhe mirë se vini në këtë Secmas Day 12. Atëherë, unë sot jam vetëm, sepse Stacy është në vërtet shumë keq, ka dhimbje barku, edhe dhimbje koke, kështu që nuk do jetë në këtë video, do e bëj vetëm. Edhe tani unë do bëj një mini morning routine, sepse ma keni pyetur shumë ka ju. Edhe sot unë do shkoj në shkollë. Po, si çdo ditë. Edhe do laj vonë të faqen. Edhe do vendos një krem, që i kam dhuar Stacy për ditëlindje. Kjo këto. Edhe mendoj që është shumë e mirë, sepse Stacy ka provuar, ka thënë se është me vërtet shumë e mirë, kështu që do e provojmë. Një të filloj me lidhë flokët, sepse jam shumë të gjata edhe kam frikë këti lagën. Okej. Dhe laj pak fytyre. Tani, para që do vendos kremit, do vendos lenti, sepse nuk u shikoj asgjë. Okej, tani kam rëbër, edhe do kaloj në meqen, sot kam rëbër qërapet. Pastaj, këto pantalone të zeza nga Zara, shërbizi, edhe pastaj një fet nga Zara, edhe kjo shërbizi është një komplet, edhe për shkollë është super komode, sepse me një të besor në shkollë të jenë komode, kështu që që shumë kompletet, edhe është të buka. Kompletin preferuar është një ky. Shumë komode. Tani do veshëm, edhe pastaj do vetë tregoj. Tani do bëj pak pjaste. Okej, e kam këtu. Atëherë tani do bëj mëngjesin, edhe nuk di, po Stacy do vi 5 minuta për ju përshëndet, por nuk e di. Edhe nëse tani do bëj një cappuccino. Unë e bëj me qumshtë, edhe jo dhe kafe, sepse nuk më pëlqen fare kafe. Edhe e bëj me këtë Nescafe cappuccino, është kështu. Edhe më pëlqen shumë. Atëherë kam përgatitur cappuccino, edhe tani do hapim atë kalendar. Atëherë sot është dita 12, po. Atëherë dita 12 është këto. Tani do vete. Atëherë është një blashë. Nuk më pëlqen sepse është për vërtet shumë rozë. Nuk më pëlqen fare,
Vabbè, s'ka gjë. Okej, vabbè. Kemi shpenzu 4 lekë, sepse në vërtet s'ka gjëra shumë të mira brenda. Pra, okej, va bene. Tani do pim cappuccino. Kështu. Dua edhe me hongër, po besoj që do shkoj në shkollë edhe ke bari, se është afër shkollës, do marr ndonjë pastë gjë, po. Sepse i bëjnë shumë të mira. Edhe më pëlqejnë. Dje mami ka bërë kolokvio me mësueste edhe janë shumë krenar për mua. Edhe jem shumë e lumtur për këtë gjë. Edhe kështu. Sot në shkollë s'kam për bërë shumë gjëra, sepse 2 orë i kam pa mësues sepse nuk është, edhe 2 orë anglisht, edhe 1 orë diritto. Kështu që nuk do jetë shumë e rëndë si ditë, sepse dita e premte është me vërtet dita pa e keqe për mua në shkollë, por sot do jetë pak më si më thon e lehtë. Edhe më shumë e lumtur për këtë gjë. Edhe disa minuta edhe unë do shkoj, sepse është ora 7:04 minuta edhe unë do hikë në orën 7:10. Kam 6 minuta. Janë shumë pak për mua. Kam hudhën krejt blokuar edhe tani do marr një façelet për 1 sekond. Tani jam shumë më mirë. Okej. Stacy besoj që nuk do zbriti poshtë me ju përshëndet, por s'ka jo, është me vërtet shumë keq sepse edhe isha të flegjum edhe kam gjuhë të vjerë. Kështu që të lejmë rahat sepse është shumë keq. Edhe unë dua me një të keq. Ju do dini që unë nuk ndjem asnjëherë keq. Shumë pak herë, edhe kur ndjem keq, jam me vërtet shumë keq. Por janë me vërtet shumë pak herët. Tani është ora 7:07, unë kam bërë mëngjesin, edhe do shkoj në shkollë tani, sepse në 7:10 do dalë nga shtëpia, edhe do shkoj sipër me marr xhupin, edhe do vesh kpucë, edhe do marr çantën për shkollë. Edhe nuk do bëj vend, sepse pastaj autobusi hik. Atëherë unë jam gati, do vesh kpucët, edhe kështu. Mirë mëngjesit e gjithëve, atëherë unë u kam gjyra nga pak, është ora 11:30, edhe sot, më thonë, natën u kam bërë me vërtet shumë keq, kam pas nauzea, ndërsa tani jam pak më mirë, edhe shpresoj që të më ketë kalu 100%, sepse sot kam shumë gjëra që dua të bëj edhe kam më bë. Do me thonë që tani do të mbëll videon për pak, pastaj nga ora 2 do shkojmë të bëjmë një video për një lokal, pastaj edhe son do jam në punë, quindi do bëjmë shumë gjëra. Edhe prandaj s'kam shkuar në shkollë sepse sot mëngjes kur kisha zvedjen, në vend të vërtet ku ma shumë barku, por tani ka pak kalu edhe shpresojmë të më ketë kalu 100% si që pashe. Unë nuk di ku e kalon motra, sepse e kam në vetën sot mëngjes, por me vërtet nuk ndisha mirë, nuk bësha shumë fatika më ngrej nga kravati, edhe përndaj e lash vetën, më falë. Por nejse, nuk di që ka keni thonë, nuk di ku e kalon, nuk di se gjatë e ka bërë videon, por nejse. Desha me thonë edhe një gjë që mua në TikTok me kanë zhblokuar live në TikTok, sepse si që kam pasuar me disa video të tjera, mi ka pas blukuar sepse unë live në TikTok nuk më të bërë putisket 18 vjeqe, por të një që i kam bërë, kam bejt kartën e identitetit dhe me kanë zhblokuar dhe shkoni poshtë tek infoboxi, keni linkun tim për shkuar më të me bërë një follow në TikTok
Edhe unë çdo ditë nga ora 4:45 do bëj një live. Pastaj kam edhe një grup aty në TikTok ku juve mund të hyni, edhe aty do ju them kur do bëj live, kur do dalim video krejt këto gjëra. Edhe sigurisht edhe në Instagram. Në Instagram nuk e kemi grupin sepse nuk mund ta hapë, por nëse të vendosim storyt edhe këto gjërat. Tani duhet të rrullë pak fytyrën, që kështu të editoj video sepse në ora 2 do dalim për shtëpi, Elena mbaron në ora 1, quindi do të thonë që do ketë kohë të high book, të përgatitet edhe me hikë. Edhe kështu që unë s'kam shumë kohë me edituar video, kam vetëm 1 orë kohë, sepse pastaj 1 orë më duhet edhe mua mu përgatitë. Edhe Beatrice që është në shtëpi sot, sepse kishte shofer në shkollë për autobusat edhe krejt këto gjëra me duket, kështu më keni thoni në TikTok dje. Edhe atë gjë, unë tani do mbyt videon, më falni, por sot në gjesë nuk u kam bërë, nuk kam qenë aty me Eleni, por më vërtet me mësoni nuk isha fare mirë. Tu shifemi nesër, ju dua shumë, nëse edhe mas 13 me duket, më në mjesa 4 ditë, jemi gjatë me 13, edhe për vitin e ri, por edhe shumë ditët e tjera do jemi në Shqipëri. Jo më shumë, nuk do ju them, por për pak do ju shpjegoj çdo gjë, pse do vim në Shqipëri, pse do rrim më shumë, do ju marrim sigurisht me veten e këtë udhëtim përsëri për Shqipëri. Ju puthim me një subscribe, një like, një follow në Instagram edhe në TikTok. Ju dua. Bye!